Territori i Kosovës për datën 24 qershor 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Në zonat e izoluara malore gjatë pasdites mund të ketë shtim të përkohshëm të vranësirave, por pareshje domethënse, paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 13 deri në 30 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Pej, 13 deri në 30 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 31 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 31 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 31 gradë Celsius. Gjilan, 13 deri në 30 gradë Celsius. Ferizaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Kaçanik, 12 deri në 29 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 31 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 31 gradë Celsius.